A thyet xhami po të lëshoj? Eksperimenti thotë jo. Po pse? Në momentin që xhami vjen edhe afrohet 0,1-0,2 mm me tokën, shpejtësia e xhamit është shumë herë më e madhe sepse shpejtësia e ajrit që tenton të largohet nga poshtë xhamit dhe dalë jashtë. Ajri është viskoz dhe ka një shpejtësi kufi të lëvizjes tij. Kjo shpejtësi është më e vogël se shpejtësia e xhamit që do bjerë në tokë në momentin e fundit, 0,2 mm në fundit. Dhe kështu që xhami ndërkohë përplaset me ajrin i cili nuk ka kohë të dalë anash. Dhe në një moment të fundit fare, xhami është në ajër mbi këtë jastik ajri. Dhe normalisht dhe rrëshqet, është pa fërkim. Dhe lëviz spostohet përpara se ai të takojë tokën. Dhe normalisht shpejtësia e xhamit ulet shumë dhe nuk e ka më forcën që të thyet. Ata energjinë që kishte në fillim. Dhe xhami nuk thyet. Ja të bëjmë një provë tjetër. Në këtë moment xhami qëndron pak në ajër. Në momentin e fundit, xhami është komplet në ajër dhe pastaj bie në tokë. Dhe spostohet, lëviz. Ka një moment shumë vogël kohë ku xhami është mbi këtë jastik ajri dhe nuk e prek tokën. Më pas, masi ajri ka kohë të largohet, xhami ulet but, ngadalë dhe bie në tokë.